Dita e kulturës japoneze erdhi si një organizim i Muzeut Oriental Bratko në bashkëpunim me Ambasadën e Japonisë në Shqipëri për të sjellë për vizitorët traditat, artin dhe shijet autentike të vendit aziatik. Gjatë aktivitetit, të pranishmit patën mundësinë të njiheshin nga afër me elemente ndryshëm të kulturës japoneze, përmes ekspozimit të një sër sendesh tradicionale, të cilat janë pjesë e fundit të pasur të muzeut. Objektet e ekspozuara pasqyrojnë historinë, jetën e përditshme dhe traditat e Japonisë ndër vite. Jam shumë e gëzuar që jam sot këtu në Korçë për t'u treguar qytetarëve mbi kulturën japoneze. Është hera e dytë që organizojmë një aktivitet të tillë në qytetin tuaj, pasi edhe në vitin 2022 kemi bërë një ekspozit me fotografi. Sot fal bashkëpunimit me Muzeun Bratko, që mendoj se është muzeu i vetëm që tregon për kulturën japoneze në Ballkanin Perëndimor, kemi bërë këtë organizim, ku ndër të tjera do të tregojmë përgatitjen e 2 prej ushqimeve karakteristike të vendit tonë, që është sushi dhe ëmbëlsira tradicionale dorayaki, pankeiku japonez. Muzeu ka pjesën më të madhe të koleksionit nga kultura japoneze dhe promovon më tepër kulturën japoneze. Është një aktivitet i cili për ne është kënaqësi që ta kemi në qytetin tonë dhe gjithashtu kënaqësi ta kemi në muze. Është një partneritet i cili ka zgjatur ndër vite, ka sjell aktivitete të bukura kulturore ndër vite dhe ka lidhur ura të forta bashkëpunimi, jo vetëm me muzeun, por me qytetin tonë dhe ambasadën gjithashtu. Një pjesë e veçantë e aktivitetit ishte dhe punimi i origamit, ku fëmijë dhe të rritur mësuan artin japonez të palosjes së letrës, duke krijuar figura të ndryshme dekorative.